Po të flasim në frymën e konspiracionit. Që e pak zëri mishës në studiot, po. Ashtu si që ndodhi edhe në revolucionin e torit në Rusi, në Bashkimin Sovjetik më tej, domethënë shumë le të themi publicist në Rusi, po edhe në Ukrainë, nganjëherë fajsojnë një popull të veçantë për fatin e tyre dhe për defektet e tyre, domethënë që kanë në jetë. Kjo që një gjë që Po Trotski ishte çifut, për shkak. Ukraina s'çifut. Trotski, Ukraina s'çifut, po kujton Goxhaj. Lenini thonë që kishte një damar çifut. Uljanovi. Po ka qenë Bukarini çifut. Bukarini çifut, po ai Stalini ka pasur gjak çifuti gjithashtu. Ama Gjorgjan tani dhe ai doli çifut tani. Ama Gjugashvili domethënë i biri çifutit, po ta përkthesh nga Gjorgjançja. Aha. Si kështë? Ma thudhe je? Që për i mirë Stalinit ka qenë Gjugashvili. Oke. Tani, pse të qërit qifuti këtyre kush kuptimi? Ka një... Le të themi që... Ti transmeton atë që thua në Rusi, unë e kuptoj. Edhe është dhe së shmendimi, nuk e di, për do më rëcika më intereson këtë që përqove. Pra ka një kompot qifut këtu në Ukrajinë, anti-kristian, anti-ortodoks. Kështu bie. Po mundohem të transmetoj një teori që këtu në Rusi e përmendin, domethënë që është shumë fantastike për ta besuar, por megjithatë unë... Jo, ma thuaj, po ne prandaj të kemi ty, për gjëra fantastike. Edhe thonë që në Uman që është afër Kievit, është një qytet afër Kievit, është një zonë ku mblidhen vazhdimisht ebrejt në festat e tyre kombëtare dhe kanë ndërmend, sikur thonë, ky është ekspansioni i sionizmit ndërkombëtar që një ditë pastaj të vendosen aty dhe të krijojnë një shtet më të madh akoma çifut afër Kievit në Uman, me qendër në Uman. Është monumenti atje i tyre. Po hape pak fjalë që po. Goxhaj, hape një debat shumë i bukur, po. Atje në rrethinat e Kievit është një monument i bërë për hebrejtë e vrarë gjatë luftës së dytë botërore nga nacionalistët Ukrainas, nga njëti divizion në Ukrainës, cilën ka shenjën Zelenski në bluzë. Dhe që është koncepti i nazizmit. Pra që akuzon edhe një nga motivet. Tani këta janë, Misha, edhe kryeministri izraelit në 2022 janë nazist apo janë sionist? Se s'pomenet vesh tani. Se nazistit me sionistët nuk shkojnë bashkë, apo? Tash janë bërë njëtë, domethënë, neve tash po flasim për ekspansionin e bre, nuk flasim për nazistat. Nazistat i tha zoti Lavrov.